Dhe çfarë ndodh në Korrik më pas, se përmendë vetëm ditët e para të kësaj jave që përkojnë edhe me ditët e para të Korrikut. Pas suksesit të Carmina Buranës do të ketë produksione që flasin atë që ti e cilësove si gjuhë universale të artit? Po, sepse është e rëndësishme që Tirana ndonë se prete, ose është aeroporti kryesor që pret në fakt vizitorët që do zgjedhin Shqipërinë gjatë kësaj vere, pa diskutim është edhe mundësia më e mirë për një ndalesë dhe për të njohur kulturën. Dhe institucione të këtij lloji si Teatri i Operës dhe Baletit apo galeritë kryesore në kryeqytet, pa diskutim ofrojnë një gjuhë të jetë universale edhe për ata që janë të huaj edhe që duan të zbulojnë pak më shumë mbi Shqipërinë, po njëkohësisht edhe për të kuptuar se sa të aftë jemi ne të ngjajmë skenave ndërkombëtare. Kështu që me datë 1 dhe 2 Korrik, Teatri i Operës dhe Baletit, dhe meqense jemi këtu dua ta nis me këtë, ka 2 shfaqje dhe 2 balete të ndryshme të cilat vinë në kuadrin e eventeve që flasin gjuhë ndërkombëtare. Pas Carmina Buranës, pa diskutim, kantata është një nga shfaqjet besoj më të kërkuara, ose do të jetë më të kërkuarat për datat 1 dhe 2 Korrik në Teatrin e Operës dhe Baletit, sepse është në fakt balet dhe koreografit gjithmonë kanë një gjuhë universale. Gjuha e trupit, si thua, apo lëvizjet koreografike janë pa diskutim një gjuhë universale e artit dhe nuk ka nevojë që të përkthehet në gjuhën shqipe, në gjuhën angleze apo ngado. Pra është një lloj gjuhe universale që i flet çdo publiku nga çdo cep i botës që mund të gjendet këto 2 ditë në kryeqytetin shqiptar e që pa diskutim mund vijoj rrugën drejt Bregdetit. Një tjetër ngjarje artistike që mund ta cilësoj me gjuhë ndërkombëtare është pa diskutim ekspozita që është hapur në kryeministri nga ambasada çeke. David Dedenski është një nga fotografët i cili sjell histori njerëzore, ndoshta 8-10 fotografi të cilat vinë në hollin e kryeministrisë në Tiranë për të rrëfyer historitë njerëzore që kanë ndodhur përgjatë gjithë globit. Ndoshta edhe imazhi është një nga ato gjuhë universale të cilat mund kuptohet nga çdo publik i mundshëm. Kjo ekspozitë në hollin e kryeministrisë do të vijojë deri më datë 10 Korrik, kështu që janë të pritur, të mirë pritur të gjithë ata që duan të shkojnë edhe të shijojnë pak art vizual. Për ata që më herët kanë parë në kryeministri një ekspozitë Enzo Kukit, një artisti tjetër italian, nesër do të kenë mundësi që të bashkëbisedojnë me artistin, sepse në orën 12:30, pra rreth mesditës, artisti do të presë të gjithë ata që janë të interesuar edhe që kanë vizituar ekspozitën e tij, po që duan të dinë pak më shumë mbi artin e tij në një bisedë, si thua, të ngrohtë mbi artin. Nëse flasim për ekspozitat, unë dua të citoj edhe një ekspozitë tjetër që do të hapet nesër në shtëpinë muze të Ismail Kadares, pra në pallatin ikonik, aty ku ka qenë shtëpia e tij dhe që tashmë është kthyer në muze, do të ekspozohen bashkë me Bibliotekën Kombëtare, pra shtëpia muze Kadare në bashkëpunim me Bibliotekën Kombëtare do të nxjerrin disa nga veprat e rëndësishme të Ismail Kadares, po të botuara për herë të parë. Pra do të jenë kopertinat, ashtu sikurse janë botuar për herë të parë veprat e Ismail Kadares. Kjo nis nga nesër në mëngjes, kështu që do të kenë mundësi që për rreth 1 javë ose 2 javë të mund të vizitojmë në shtëpinë Studio Kadare kopertinat e para të shkrimtarit të madh që ne na ka bërë të njohur në të gjithë botën. Këto janë disa nga eventet që unë mendoj Denisa flasin një gjuhë universale, e çdo kush si shqiptar, po ashtu edhe një publik i huaj, do të mund të interesonte për të vizituar në kryeqytetin tonë. Faleminderit Luela për këtë kalendar artistik që na sjell çdo fillim jave dhe sa kohë që Luelën do ta kemi në Tiranë dhe jo duke na sjell një copës Shqipëria apo një aktivitet kulturor diku në vendin ton apo edhe jashtë, ne do t'u ja sjellim javën kulturore çdo të hënë për të bërë secili prej jush për zgjedhjen tuaj dhe java nis interesante nga Teatri i Operës dhe Baletit e në gjitha datat që Luela përmendi më pas edhe për ditët e para të Korrikut. Falenderoj.